إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Të gjitha falendrimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut të madhëruar. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhëruar që të na mbrojë nga sherrri I nefseve tona dhe sherrri I punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahun nuk ka kush ta devijoj, dhe këndë devijon Allahun nuk ka kush ta udhëzoj. Dëshmoj se Allahu është Zoti I vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Të nderuar vëllezër, në komentimin e surës Kadr, që flet për natën e Kadrit dhe zbritjen e Kuranit, përmenden nëpër tefsire të ndryshme një thënie e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I cili ju tregoi sahabeve për një person nga popujt e lashtë nga Beni Israilet, I cili kishte luftuar 1000 muaj. 1000 muaj e kishte mbajt, domethënë armën në dorën e tij, duke luftuar në rrugt të Allahut, duke mbrojt dinin edhe imanin. Edhe sahabët u habitën, thanë 1000 muaj, po ne çaq jetë nuk kemi. Atëherë Allahu subhanahu wa taala e zbriti surën Kadr, në të cilën sure Allahu subhanahu wa taala tregon se kush e adhuron Allahun në këtë natë në të cilën ka filluar zbritja e Kuranit, është më e vlefshme se 1000 muaj. 1000 muaj ishin kur ta pjestojmë me 12, dalin 83 vjet e afërsisht 4 muaj, jo 4 muaj të plota. Domethënë ti me e bonin 2 recate me I fal natën e Kadrit, Allahu subhanahu wa taala çato 2 recate I shpërblen ma shumë se kaq. Jo 83 vjet e 4 muaj, po është ma shumë. Sa është ajo ma shumë Zoti e di. A është sa 100 vjet, a sa 200 vjet, a sa 500 vjet. Dietarët kur e kanë përmendur, domethënë këtë fakt kanë thonë ummeti I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është ummet I cili ka disa veçori dhe nëse I shfrytëzon këto veçori, domethënë me punë do t'ua kaloj ummeteve të tjera të cilat kanë jetuar, domethënë bëhet fjalë për ummetet e lashta, domethënë që kanë jetuar shumë gjatë. Kanë jetuar jeta e njerëzve ka qenë 500 vjet ose ka qenë 1000 vjet ose më shumë. Përmendet që ka pasur edhe që I kanë kalu edhe 1000 vitin, domethënë që kanë jetu njerëzit në kohën e kaluar. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë jetët e njerëzve të ummetit tim do të jenë mes 60-ve dhe 70-ve, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një pakic do ta kalojnë 70-shën. Domethënë vitet 70. Dikush do jetojë edhe 80 edhe 90, por kur ta shikosh domethënë ajo mesatarja e moshës që do të jetojnë njerëzit e ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është 60-70 vjet. Është 60-70 vjet. Mirë po, këtij ummetit Allahu subhanahu wa taala I ka dhënë disa begati që quhen bereqet në jetët e tyre që nuk I kanë pas popujt e kaluar. Dhe nëse ne I shfrytëzojmë këto, kemi mundësi që me veprat tona të mira me vakalu popujve të cilët kanë jetuar shumë gjatë. E pse Allahu subhanahu wa taala caktoi që ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të jetojë domethënë më pak? Kjo është Zoti e di urtësinë e kësaj. Sa I zakonisht nuk pyetet pse e ke bëket. Mirë, po disa dietarë kanë thënë ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është për ummeteve me jetë gjatësinë më të shkurtër të jetëve të tyre, mirë po me shpërblimet më të mëdha, sepse Allahu subhanahu wa taala e ka nderuar këtë ummet pikëpari që e ka bë ummet të njerëzit më të mirë. Dhe dyta, njeri sa më shumë që jeton, rreziku për me ngarku vetveten me gjunahe është më I madh.
është shumë i madh. Paramendo me jetu ti 300 vjet dhe me dhënë llogari te Allahu subhanahu wa taala për 300 vjet është më rënë se sa me dhënë llogari për më pak. Ai që ka, do me thonë, llogari dhënien, nëse i shikojmë edhe, do me thonë, këto bizneset e vogla. Ata të cilët kanë bizneset vogla, kanë llogari dhënia e tyre shumë më e lehtë se sa ata të cilët kanë, do me thonë, një buxhet shumë të madh. Kjo është, do me thonë, edhe në çështjet e kësaj dunjoje. Kjo mund të jetë një prej urtësive. Prandaj në fenë islame, do të thonë konkretisht në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka disa vepra të cilat nëse njeriu i shfrytëzon, do të thonë jeta e tij zmadhohet. Bamaki dikush del para Allahut subhanahu wa taala me mira vjet, do të thonë me sevape. Pre atyre është, do të thonë, shfrytëzimi i natës së Kadrit që e përmenda. Para se me hi Ramazani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë, i ka tubu sahabët. Për shembull, një javë para se me fillu Ramazani, ose 2 ditë, ose 3 ditë, ose 1 ditë, edhe ju ka thonë, shikoni, tash po vjen muji Ramazanit. Edhe çka ka thonë fillim të Ramazanit? Në këtë muj është një natë. Këtë në fillim të Ramazanit do ka thonë, e cila është më e mirë se 1000 muaj. Kush e huq këtë natë, për një me është, do me thonë, njeri që ka humbur. Për një me humbësi më i madh është ai i cili e huq këtë. Dhe në fillim të Islamit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka bëu? Se Allahu subhanahu wa taala i ka treguar se kjo natë e bekuar është në Ramazan. Do thonë ka bëj itikaf 10 ditët e para të Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me kërku natën e Kadrit. Mirë po e shef në ëndër se thot për para hec. Do thonë nuk është në 10 ditët e para. Pastaj pejgamberi sa vitin tjetër ban itikaf 10 ditët e dyta të Ramazanit. Do thonë 100 ditë. Prapë e shef në ëndër se është për para. Edhe më në fund Allahu subhanahu wa taala i tregon se është në 10 faktikisht 10 ditët e fundit, në netët e këtyre ditëve është nata e Kadrit dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka bëu itikaf. Është mbyll në xhami për me arrit vlerën e kësaj nate. Se tash bëhet fjalë, do me thonë ti për 100 vjet kemi fitu me punë të mira. Një dhikër e përmend Allahun natën e Kadrit, thu veç një subhanallah. Një subhanallah e thu. Kjo llogaritet sikur ti më shumë se 83 vjet e 4 muaj ke thonë subhanallah. Prandaj është shumë lehtë me gjetë natën e Kadrit. Netët e fundit të Ramazanit çdo natë me fal namazin, me fal teravin, me lexu pak Kur'an, me bë pak dhikr, po do ishte shumë mirë edhe me dhon një sadaka. Mi dhon dikuj për shembull një sadaka të vogël, nëse s'ki mundësi më shumë. Jep një dvarfurit, domethënë një shumë parash për me ble një bukë, që ai ka nevojë për atë bukën. Allahu subhanahu wa taala, edhe ti kur ta bësh këtë në 10 netët e fundit, çdo natë për 10 netëve të fundit, atëherë me siguri se ke boj ibadet në natën e Kadrit. Nuk e ke huq. Se ka dietar që thonë se është nata 27. Po kjo është, ka hadithe të sakta në Sahihul Bukhari se nata e Kadrit në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë natën 21. Një vit tjetër ka qenë natën 23. Ka hadithe se ka qenë edhe në natën 27. Që do me thonë se nata e Kadrit mundet me lëviz në netët e fundit. Po si do të qoftë të nderuar vëllezër, ne duhet, do me thonë, në këtë muaj, po edhe gjatë gjithë jetës, me shfrytëzu mundësinë për me bë punë të mira. Për shembull, për atyre punëve që shumë fishohen, është puna, do me thonë, është për shembull pendimi te Allahu subhanahu wa taala. Te ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kush pendohet sinqerisht te Zoti dhe fillon dhe e ndryshon atë kursin e jetës së tij. Janë prej punëve të këqija kthehet dhe udhëzohet ka Allah. Allahu subhanahu wa taala gjunahet që i ka bën ja shndërron në vepra të mira. Nëse dikush për shembull 3-40 vjet ka bën gjunahe të ndryshme, pastaj udhëzohet, Allahu subhanahu wa taala kretat fondin e gjunaheve e kthen në vepra të mira. Kjo vlen për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikush në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mendon me bën një vepër të mirë,
Veç mendon. Mirë po i del ndonjë pengesë dhe nuk e bën këtë vepër të mirë. Allahu subhanahu wa taala ja shënon, i urdhnon melaçit që të shënojnë atë vepër sikur e ka bën. Pra ti shkon ndërmend mi ndihmu dikujt dhe ndërkohë e ndron mendimin. Allahu e shënon sikur e ke bën. A nëse e bën një vepër të mirë, minimumin që e merr nga sevapët është 10 fish. 10 fish. Cilën do vepër që bën. Kjo është minimumi. Mirë po mund të shkojë në 70 fish, në 700 fish dhe deri në pakufi. Dhe më thonë në një numër që Allahu vetëm e di. Gjithashtu në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kush bëhet sebeb që realizohet një vepër e mirë. Për shembull, në një vend nuk ka xhami dhe ti bëhesh iniciator që të ndërtohet një xhami ku njerëzit kanë mu të bu dhe kanë me fal namazin. Në më thonë, krejt sevapet që do të realizohen nga njerëzit, nga besimtarët, në atë vend, do të shkojnë edhe për personin i cili është bo sebeb për mu kri, në me thonë, ajo punë e mirë. Nëse ti për shembull bëhesh sebeb si dikan me nxit për sadaka, Allahu subhanahu wa taala t'je po aq sevape sa ai i cili e ka kryer një vepër të mirë. Kështu me radhë. Nëse ti të jepet mundësia ty që të falish një namaz, kjo vlen për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një namaz në Qabe. Ti e kish shpërblimin e 100.000 namazeve kudo, tjetër në përbot përveç Medinës dhe Mesjidul Aksas. Nëse e fal një namaz në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 100.000 namaze. 100.000 namaze kur ta pjestojmë me pensë, që ta shohim sa kohët namazeve na dalin për afërsisht sikur mu fal 54 vjet. 54 vjet. Mu fal vetëm një namaz me fal në Qabe. Do ky shumë feshimi, ky bereqeti i veprave, se fjala bereqet do të thonë shtimi i mirësisë. Shtimi i mirësisë. Do të thonë duhet me na nxit që ne, me i shfrytzu këto raste, edhe me bo punë të mira, edhe mos me na defokusu joshjet e ndryshme të jetës së kësaj bote. Se, sidomos në Ramazan, shumë njerëz për shembull rrezikohen nga, siç e quajnë disa prej dietarëve më të vjetër, nga elefantët e Ramazanit. Çka është kjo shprehje që në arabisht është, në gjuhën shqipe ndoshta edhe nuk e keni ndëgjuar, po është një tregim. Thënë dietarët kur bëjnë nasihata dhe kur marrin këshilla, xhamatin, keni kujdes nga elefantët e Ramazanit. Çka janë elefantët e Ramazanit? Në kohën e Imam Malikut, Malik ibn Enesi, i cili ka jetuar në shekullin e 2 të Hijretit, fillon dersin, sa i ka marrë dersin në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik ibn Enesi, i cili është shoqëruar dhe është taku me nipat e sahabeve. Edhe paprit mas fillon dersin duke lexuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Imam Maliku, veç kur e nin niza. Ato xhamiat kanë qenë normal, s'kan qenë të izoluara sikur në këtë kohë, njëri për e jashtë. Vërtet. Thot një elefant i madh ka ardhur në Medinë. A njerëzit nuk kanë pa elefant, se elefanti nuk është një kafshë që mundesh me pa, ke mujt me pa, edhe në atë kohë s'ke mujt me pa në Medinë. Dhe njerëzit veç e kanë dëgjuar historinë e elefantëve, shumica prej tyre s'kishin pa. Edhe çka bëjnë? Krejt xhamati dalin, e lanë Imam Malikun me libër në dorë, edhe dalin për me shku me pa elefantin, se s'kishin pa elefantin vishin dëgju. So sigur tash s'ki pa këtë llojet e kafshëve mundesh mi pa, nëpërmjet telefonit, nëpërmjet internetit apo nëpërmjet fotografive të ndryshme që plasohen nëpër rrjetet sociale, nëpër internet, nëpër webfaqe kështu me radhë. Vetëm njëri u nal. Ai quhet Yahya ibn Yahya al-Laythi. Edhe Imam Maliku e priti normal këtë, se njerëzit shkuan me pa elefant, nuk është diçka që për ditë mundet me të ra me e pa. Edhe njëri shlevizi, neti nga të hoxhës. Edhe pasi që dulën gjithë, Imam Maliku tha, po ti shka i të bo këtu? Po, jam të ngu ti. Po pse shkove, sigur të xhamati tjetër, me pa elefanti. Po thot, une ka marrë me ngu Imam Malikun. S'ka marrë me këshirë, se normal të Imam Maliku ka ardhur edhe prej vendeve tjera. Ka ardhur edhe prej qyteteve dhe fshatrave për rreth. Sa kanë mujt njerëzit me u thu. Ka ardhur se Imam Maliku ka qenë me zon, këtë umeti, këtë dunjaja në atë kohë ja ka pasni emrin Imam Maliku.
Ai thot Yahya ibn Yahya el-Laythi. Thot unë kam ardhur me ndëgju Imam Malikun, se me ndëgju një hadith për Imam Malikut ka qenë diçka shumë e rrallë, s'ka qenë sikur pse sa ai ka marrë, domethënë i ka pas vetëm 2 njerëz ose 3 njerëz në zinxhirin e transmetimit të tij nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai thotë unë kam marrë për Imam Malikun, s'ka marrë me pa elefanta në Medinë. E kjo domethënë është për mos me defokusu. Elefantët e Ramazanit janë ndetjet deri në sifir, mirë po jo në ibadet. Me thonë në muhabetet e kota. Largimi për shembull ose marrja me ndonjë punë e cila të ngarkon me gjunahe. Shëtitjet pa nevojë, ndetjet pa nevojë, muhabetet pa nevojë, muhabetet e kota, mos shfrytëzimi, do të thonë i çasteve, shëtitjet, do të thonë lojrat e ndryshme, serialet e ndryshme. Këto janë elefantët e Ramazanit, që ne duhet me pas kujdes, mos me na shpërqendru, edhe mos me na largu nga qëllimi, por me i shfrytëzu këto ditë që me dal para Allahut subhanahu wa taala, sepse agjerimi, sidomos agjerimi të nderuar vëllezër, do të thonë shpërblimin e agjerimit, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, agjerimi është për mua dhe unë, do të thonë e shpërblimin nuk dihet se sa sevape mujna me marr te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj mos e çojmë dëm këtë ibadet. Prandaj mos e çojmë dëm këtë ibadet. Asnjë ibadet, mirë, po sidomos në këtë muaj të bekuar, të përpiqemi që të bëjmë vepra të mira dhe të arrijmë të shpërblimet e mëdha me cilën Allahu subhanahu wa taala na ka nderuar si pjesëtar të umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po e tregoj edhe një hadith dhe me këtë e përfundoj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për sa i përket vlerës së umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli juaj dhe jahudive dhe i krishterëve është si shembulli një personit i cili shkon e merr një punëtor. Edhe i thot ti ke me punu, do me thonë deri në dreg për një mëditje. Në arabisht është kirat, për një kirat, do me thonë një shpërblim ka me të dhanë, një mëditje. Edhe vjen punëtori, punon prej sabahit deri në dreg. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ai e merr mëditje dhe shkon. Pastaj shkon e merr ki pronari i punës një punëtor tjetër, kjo është hadithi i saktë, domethënë, edhe i thot ti ke me punu prej drek deri në qindi për një mëditje. Edhe ai e merr shpërblimin edhe shkon. Pastaj vjen, domethënë shkon e merr punëtorin e tretë, i thot ti ke me punu prej i qindis deri në akşam për 2 mëditje. Edhe kur e thot këtë, ankohën jahudit edhe krishterët. Thëmë, pse ki për i qindis deri në akşam 2 mëditje, neve në dha ka 1 mëditje? Thot, mos të marra diçka nga haki jotë. Ato thonë, jo, qaç e patëm hakin, apo pse këti mi a dhonë di? Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, si na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, kjo është mirësia ime, ja jap kujt. Nëse ti për shembull e merr një punëtor dhe pagun 2 fish, s'mundet ai tjetri me thon pse mund paguajte më herët, po ti çaçe patë hakin. A unë pse du me ta difishu ti, kjo është çështja ime. E kështu është ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne jemi ummeti me kohë, me jetë gjatësi më të vogël të jetëve tona, të kohës tonë, mirë po më të shpërblyer te Allahu subhanahu wa taala. Ne jemi ummeti i fundit, mirë po do të jemi të parët që do të hinë në xhenet, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se i takojmë kësaj feje dhe i takojmë këtij ummeti. Prandaj ta shfrytëzojmë, më thon, kohën për me bë mirë, për me ju bë dobi njerëzve, për me përmirësu veten, për me përhap të mirën të gjithë njerëzit sa kemi mundësi dhe për me adhuru Allahun subhanahu wa taala, se normalisht këto vepra janë ibadete. Allahu na mundsof që t'i krijmë ato dhe të na forcojë në këtë rrugë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.